Kur banorët e Mekës e refuzuan, pra pasi që vdiq xhaxhai i pejgamberit alayhis salam Ebu Talibi dhe gruaja e tij Hatixha radhiyallahu anha, pejgamberi alayhis salam u gjet në një situatë të vështirë në Mekë. Andaj e pa se banorët e saj nuk janë duke e pranuar thirrjen e tij, ftesën e tij, andaj u nis dhe shkoi për në Taif, me shpresë se mos ndoshta ata do ta pranojnë ftesën e tij dhe do të hyjnë në fenë e Allahut dhe do ta ndihmojnë atë si pejgamber të Allahut. Mirpo kur shkoi atje, edhe ata e refuzuan. Leqe e refuzuan, po edhe i nxitën fëmijët e tyre dhe mendjelehtit e tyre që ta godasin pejgamberin alayhis salam me gur, saqë ja plagosën këmbët e tij dhe filluan që t'i gjakosen pra këmbët e tij të ndershme. Në këtë gjendje të vështirë pejgamberi alayhis salam, në këtë gjendje të vështirë, të cilën vetë ai e ka përshkruar si dita më e rëndë në jetën time. Në këtë gjendje të vështirë pejgamberi alayhis salam po kthehet prej Taifi i përgjakur, këmbët e përgjakura dhe i lodhur pra prej këtij misioni në të cilin kishte shkuar, po kthehet prej Taifi dhe po i drejton duart e tij ka Allahu dhe po thot: o Zoti im, nëse ti nuk je hidhruar me mua, për mua nuk është problem kjo sjellje e keqe e atyre. Pastaj Allahu e dërgoi Xhibrilin alayhis salam me melekun e kodrave, melekun i cili është përgjegjës për kodrat, për malet. E dërgoi Xhibrilin alayhis salam së bashku me melekun e kodrave. Ja prezentoi Xhibrili melekun e kodrave dhe i tha: o Muhammed, ky është meleku i kodrave. Nëse dëshiron për shkak të kësaj që vepruan ata me ty, urdhëroje këtë, ky ka mundësi që ti shëmbej kodrat mbi ata, që të shkaktoj tërmet dhe ti shëmbej kodrat mbi ata dhe ti dënoj ata njerëz. Pejgamberi alayhis salam tha: jo, unë nuk dëshiroj që të dënohen ata. Unë dëshiroj dhe shpresoj që prej pasardhësve të tyre të dalin njerëz të cilët do të adhurojnë vetëm Allahun subhanahu wa taala.